Samir Visha është një nga avokatët më të njohur në vend. Ai ka ditur të thotë mendimin e tij pa asnjë frikë, edhe kur kundër tij ka patur emra të njohur dhe me pushtet të politikës. Dihet se avokati është daja i këngëtares Elsa Lila, e cila jeton prej vitesh në Itali. Samir Visha gëzonte shëndet të mirë, kur befas ra pandinja në sallën e gjyqit ku po zhvilloi seanca. Lajmi që mori në spital nuk ishte as pak i mirë. Mjekët i thanë se për t'u rikthyer jetës normale, ai duhet të luftonte me kancerin, armikun më të madh të trupit të tij. Pasi qëndroi më shumë se 1 muaj i inturbuar në spital, ai u rikthye jetës normale, por kësaj here shumë më i dobët. Avokati kishte humbur 45 kg. Këtë përvojë ai ka ndarë edhe me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, ku pa dukshëm transformimi i tij. Megjithatë, së fundmi, ai është nisur drejt Italisë për të bërë seancën e fundit të kimioterapisë. Avokati shkroi për sëmundjen që e mundon. Larg moj lanete, se nuk më merr dot me vete. Edhe kjo betejë me flamën mbas 6 orësh u fitua sot. Trupi reagoi pozitivisht. Ekipi mjekësor është entuziast. Do ta fitoj dhe do t'ja dal. E dua jetën. Do të kthehem në Tiranë dhe do ja marrim vallës shtruar, duke i thënë: larg moj lanete, se nuk më merr dot me vete, ju përqafoj të gjithëve. Elsa Lila po i qëndron në krah dajës së saj në këto momente kaq sfiduese për të.